Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotërinje, mirë se keni ardhur në seancën solemne kushtuar ditës së çlirimit të komunës së Dragashit. Në shenjë respekti për dëshmorët dhe të gjithë të rënit për liri, ju lus për 1 minutë heshtje. Lavdi. Të nderuar të pranishëm, sot kemi kënaqësinë që t'i kemi prezent kryetarin e komunës së Mavrovës dhe rështuesës nga Maqedonia e Veriut, zotin Medat Kurtovskin, kryesuesën e kuvendit, nga kjo komunë, zonjën Touta Mirto, dhe nën kryetarin e kësaj komune, zotrin Kenan Elezi, me të cilën do ta nënshkruaj marrëveshjen e binjakëzimit në mes të komunës së Dragashit dhe komunës së Mavrovës dhe rështueses. Ju njoftojmë se ky kuvendi komunal nga të dy komunat tona paraprakisht i kanë miratuar vendimet për fillimin e procedurave të binjakëzimit nëpërmjet komunës së Dragashit dhe Mavrovës. Andaj ju uroj mirëseardhje mysafirëve nga Maqedonia e Veriut dhe shpresoj se do të kaloj mirë. Tani mysafirë të nderuar, kam kënaqësinë dhe ndihem shumë e nderuar që ta hap këtë seancë solemne për të shënuar 26 vjetorin e çlirimit të komunës sonë. Me lejoni që t'ju drejtohem me një fjalë rasti. Të nderuara dhe shumë të respektuara familje të dëshmorëve, i nderuari kryetari komunës zotri Begje Gjeladini, i nderuari kryetari komunës së Mavrovës dhe rështuesës zotri Medat Kurtovski, i nderuara kryesuese e kuvendit të komunës së Mavrovës zonja Touta Mirto, i nderuari nën kryetari komunës së Mavrovës zoti Kenan Elezi, të nderuar asambleist, të nderuar nënkryetar zotri Resur Fetahu dhe Fesal Halilović, të nderuar drejtor komunal dhe pjesëtar të kabinetit, i nderuari kryetari OVL UÇK-s dhe invalidëve të luftës zotri Emri Neshati, i nderuari shefi i zyres për komunitete zotri Uzair Hamza, të nderuar ish kryetar të komunës, të nderuar përfaqësues të dy këshillave të bashkësisë islame, të Dragashit dhe Gorës, zotri Driton Çengaj dhe zoti Munafis Hoxha, i nderuari komandanti i stacionit policor, zotri Shaqir Uka dhe komandanti i vijës kufitare, zotri Jeton Hulaj, të nderuar pjesëtar të Forcës Sigurisë së Kosovës dhe KFOR-it tu, i nderuara zonja Gjeneta Rejtjek, i nderuari drejtor i OJQ-s Eksport Sharri, të nderuar drejtor të shkollave, përfaqësues të partive politike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, të nderuara media dhe ju të gjithë qytetarët të komunës së Dragashit. Sot jemi mbledhur në këtë seancë solemne për të shënuar një datë të shenjtë në kalendarin ton historik. 12 qershori, dita e çlirimit të Dragashit. Kjo ditë nuk është vetëm një prej vjetor në letër, por është një dëshmi e gjallë e guximit, sakrificës dhe qëndresës së popullit tonë në rrugën e lirisë dhe dinjitetit kombëtar. Liria që fituam 20 vjet më parë u pagua me gjakë e bijave dhe bijeve tonë më të mirë të këtij vendi. Ajo u arrit fal për kushtimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mbështetjes së bashkësisë ndërkombëtare dhe unitetit të popullit tonë të shumë vuajtur. 12 qershori është një ditë për kujtimi, por edhe reflektimi. Është ditë kur përkulemi për respekt të thellë para të gjithë atyreve që dhanë jetën për të na sjellë këtë liri. Detyra jonë është ta ruajmë dhe ta forcojmë këtë liri përmes punës, drejtësisë dhe zhvillimit.
Sot Dragashi një komunë e lirë, por ajo meriton të jetë edhe një komunë më e zhvilluar, më e drejtë dhe më e begatë për të gjithë qytetarët e saj, pa dallim. Kjo është një përgjegjësi e përbashkët e të gjithë neve dhe secilit qytetar që dëshiron ta ndërtojmë të ardhmen këtu. Të nderuar të pranishëm, në emër të kuvendit të komunës së Dragashit, ju falenderoj që sot jeni këtu për të na nderuar këtë ditë. Ju ftojmë të punojmë së bashku me vullnet e përgjegjësi për të ndërtuar një komunë që reflekton më së miri vlerat e të cilëve sakrifikuan shumë, lirinë, barazinë, drejtsinë dhe përparimin. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi ushtrisë çlirimtare të Kosovës, qofti përjetshëm kujtimi për ta gëzuar 12 qershorin, ditën e çlirimit të Dragashit. Ju falenderoj. Të nderuar të pranishëm, tani me një fjalë rasti e ftoj kryetarin e komunës zotrin Bexhet Gjeladini ta marrë fjalë. Të nderuara dhe shumë të respektuara familjet e dëshmorëve, nderuar kryesuesi i komunitatit Zeta Skere, i nderuar kryetari i komunës së Mavror Rëstushës, nën kryetare e kuvendit dhe nën kryetar i komunës së Mavror Rëstushës, mirë se keni ardhur në ceremoninë e festimit të ditës së çlirimit dhe në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së binakzimit. I nderuar kryetar, nën kryetar Resul Feta dhe Vesel Halilović, e në nderuara e jona dhe do të qytetare nderi e komunës Dragashit, zona Xhenet Rajnek, të nderuar drejtor komunal, pjesëtarët e kabinetit, i nderuar kryetari i OVL Çekës dhe invalidet Rusë Emrin Shati, i nderuar shef i zyrës së komuniteteve zoti Uzair Hamza, të nderuar ish kryetarët e komunës, të nderuar përfaqësues të dy këshilleve bashkisë islame, zotëri Driton Çenga dhe Munafis Hoxha, nderuar komandanti i stacionit policor zoti Shaçiruka dhe i vjes kufitare Jeton Hulaj, të nderuar përfaqësues të FSK-s, të KFOR-it, të nderuar drejtor të shkollave, të partive politike, përfaqësues partive politike, përfaqësues të shoqërisë civile, të nderuar pensionistë, të nderuara medida dhe gjithë qytetarët e komunës së Dragashit. Sot, me 12 qershor, jemi mbledhur këtu për të nderuar një prej datave më të rëndësishme në historinë tonë më të re, ditën e çlirimit të komunës së Dragashit. Kjo ditë është një simbol i fitores mbi padrejësinë, shtypjen dhe dhunën sistematike të regjimit serb ndaj popullit të Kosovës. Është ditë kur përkujtojmë se liria jonë është fryt i një sakrifice të madhe, ku mira, burra e gra të këtij vendi dhanë jetën e tyre për idealet më të larta kombëtare. Edhe komuna Dragashit, sigurisht çdo komunë tjetër e Kosovës e çdo tret tjetër, ka dhënë kontributin e vet të çmuar në rrugtimin e Kosovës për liri dhe pavarësi. Ne sot e kujtojmë atë rrugtim jo vetëm për të nderuar të kaluarën, por për të marrë frymëzim dhe për të ardhmen. Në këtë ditë soleme, le të falenderojmë të gjithë ata që kontribuan që Dragashi të jetë i lirë, luftëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, aktivistët, mërgatën tonë, të përshkruar dhe të gjithë qytetarët që qëndruan të palëkundër në rrugën e dinjitetit dhe të lirisë. Ne kemi obligim të përhershëm moral dhe institucional që këtë liri ta mbrojmë dhe ta thellojmë. E ardhmja jonë kërkon nga ne të punojmë me përkushtim për zhvillim ekonomik, për parësim cilësor, për shërbime publike dhe drejta, për drejtësi sociale dhe për një të ardhmë më të mirë për të gjithë qytetarët e komunës sonë. Si kryetar i komunës jam i përkushtuar që këtë frymë ta kthejmë në veprim konkret për një komunë që ecën përpara me dinjitet, me unitet dhe me shpresë. Le ta ndërtojmë se bashku një komunë ku të rinjët shohin perspektivë, ku të moshurit ndihen të respektuar dhe ku secili qytetar ndjen se është pjesë e barabartë e shoqërisë sonë. Në emrin tim si kryetar dhe në emër të gjithë qytetarëve të komunës së Dragashit, ju falenderoj të gjithëve
për pranimin tuaj dhe uroj nga zemra 12 qershorin, ditën e çlirimit të komunës së Dragashit, lavdi dëshmorëve të kombit, qoftë i përjetshëm kujtimi për ta. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Në emër të organizatës së veteranëve të OÇK-s për një fjalë përshëndetje, ftoj përfaqësuesin e kësaj organizate. I nderuar kryetar i komunës Zotri Bexhet Xheladini, e nderuara kryesuese e kuvendit zonja Arjeta Skeraj, të nderuar familjarët e dëshmorëve, invalid dhe veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të nderuar mysafir nga Mavrova, të nderuar të pranishëm. Kam kënaqësinë që në emër të organizatës së veteranëve të luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Tega Neshar, t'ju përshëndes në këtë ditë të lavdishme 12 qershorin. Ditën e çlirimit të komunës, ku kemi nderin dhe privilegjin të jemi së bashku për të kujtuar dhe nderuar një ndër ngjarjet më të rëndësishme dhe më domethënëse për komunën tonë, ditën e çlirimit. Në këtë ditë të shënuar, nderi veçantë i takon kryekomandanti legjendar Adem Jashari, familjeve të dëshmorëve, invalidëve të luftës, veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, si dhe të gjithë atyre që qëndruan e luftuan për dinitetin e Kosovës. Ata janë shtylla morale shoqërisë sonë, dhe ne duhet të kujdesemi për ta, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Falë trimërisë së ushtrisë lirimtare të Kosovës të udhëhequr nga komandanti legjendar Adem Jashari, për krahjes së pale kundër të popullit dhe aleatëve tanë të kryesuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova, duke përfshirë edhe sharrin, ushtirua dhe nisi rrugtimin e vetë lirisë dhe dinitetit. Luftëtarët e OÇK-s ishin bijt dhe bijet më të mirë të kësaj toke. Me armë në dorë, ata u vunë përballë një armiku të papshirshëm për ta mbrojtur jetën, derin dhe identitetin një popull të tërë. Ata nuk luftuan për akmarrje, por për drejtësi e liri. Por sot, dhimbje të thellë, përshohim se shumë prej këtyre luftëtarëve në vend të dërimit dhe përkujdeses që meritojnë për përballen me padrejtësi. Është detyrë e secilit prej nesh ta ngres zërin ku vlerat e OÇK-s në përkëmbën dhe kur bijtë e saj përballen me gjykimet e padrejta. Ne nuk do të rreshtim se për kërkuar drejtësi për ta për të ndalur prepjekët për një llosën e luftës sonë të drejtë dhe për të ruajtur të pastër emrin ushtria qeverimtare e Kosovës. Le të punojmë së bashku për një ardhme më të mirë, për një sharr të zhvilluar dhe gjithmonë krenar për të kaluarën e vet heroike. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi ushtrisë çlirimtare të Kosovës, gëzuar 12 qershorin, ditën e çlirimit. Ju faleminderit. Të nderuar të pranishëm, ta ftoj përfaqësuesin e familjeve të dëshmorëve që ta marrë fjalën. Në emrin e familjeve të dëshmorëve ju përshëndes urime dita e çlirimit. Faleminderit. Ftoj në kryetarin e Komitetit të Shumicës, zotrin Fejsal Halilović, për një fjalë rasti. Poštovani predsjedniče opštine Dragaš Bexhet Xheladini, poštovani predsjedniče opštine Mavrovo Rostuša Medat Kurtovski, poštovani potpredsjedniče opštine Kenan Elezi, poštovana predsjedavajuća Skupštine Teuta Mirto, dobrodošli na današnji dan proslave naše opštine i ceremoniju povratimljenja između naše dve opštine. Poštovani prisutni, veoma sam zahvalan što mi je danas pripala čast i zadovoljstvo mi je
da kao potpredsjednik opštine ispred nevećinskih zajednica koje predstavljam i u svoje lično ime iskažem zahvalnost svima koji su dali doprinos da se u našoj opštini očuvaju vrednosti vredni čoveka. Uveren sam da smo uradili dosta toga za našu opštinu, ali da je naša opština na dobrom putu, a verujte mi da nema važnije vrednosti od suživota u našoj opštini. Verujem da ćemo svojim delima pokazati da se sećamo i da nikad nećemo zaboraviti doprinos svih šehida koji su doprineli da mi danas obeležavamo ovaj sretan dan za našu opštinu. Poštovani, još jednom čestitam ovaj sretan dan za našu opštinu. Hvala. Faleminderit nën kryetar. Të nderuar të pranishëm, pas kësaj seance soleme, vazhdojmë ceremoninë e binjagëzimit në mes të komunës së Dragashit dhe komunës së Mavrovës dhe Roshtuçës nga Maqedonia e Veriut. Gjithashtu ju njoftoj se pas kësaj ceremonie në mënyrë të organizuar do të vëmë omazhe tek shtatorja e komandantit legjendar Adem Jashari dhe tek varrezat e dëshmorëve të në Dragash dhe Buqe, si dhe pllakën përkujtimore të dëshmorit turk. Nisja për në varrezat e dëshmorëve në Buqe dhe do të bëhet me autobus.